Mirëmbrëma, sonte në emisionin pa kompromis në Bulevard Televizion, i ftuar im është zoti Ergjus Llanaj. Ergjus, nuk kemi konflikt interesi, besoj, mrapa kur të sqarojmë gjërat, i koalicionit Nisma Shqipëria bëhet me drejtues zotin Adriatik Vllapaj, kandidat për qarkun e Durrësit. Faleminderit. Zoti Ergjus, unë falenderoj që gjetët kohën në këto ditë ngarkuara për ju në fushat, por të jeni pranishëm në emisionin tonë. Faleminderit. Kënaqësi. Atëherë për të kaluar direkt në pyetjen e parë, ju kandidoni në qarkun e Durrësit, jeni nga emrat e ri, ashtu siç është dhe koalicioni dhe partia juaj pothuajse e re, sepse partia ndoshta mund të ketë pasur edhe ndonjë kandidim tjetër. Deshëm dini diçka konkretisht për formimin tuaj, por njëkohësisht edhe për vëndarinë tuaj. Por një prezantim ke qytetarët dhe ato që nesër do marrin fletë votimit në dorë, gjithmonë. Unë jam Ergjus Llanaj, një djalë i lindur dhe i rritur në këtë qytet, vazhdoj të jetoj në këtë qytet në lagjen 18, pranë shkollës në Infrashëri, jam prindi 2 fëmijëve, kam pasur një arsimim të gjatë jashtë Shqipërisë, kam kryer shkollën e mesme ushtarake në Turqi, në vitet 99-2003, 2003-2007 kam marrë Akademinë e Luftës Toksore në Ankara, po në Turqi, ku jam diplomuar në dual sistem në inxhinieri mekanike dhe oficeri xhandarmerisë. Më pas kam vjuar për një vit e gjysmë rreth shumë trajnime për sa i përket kursit oficerit bazë të xhandarmerisë dhe trupat speciale komanda special po në Turqi. Më pas jam emëruar në 2009 në Policinë Ushtarake në Tiranë, ku kam punuar për 18 vite si oficer aktiv në fusha të ndryshme dhe sektorë të ndryshme të Policisë Ushtarake të Republikës Shqipërisë, nga komandë tokës, komandë kompanie, oficeri policisë gjyqësore dhe detyra të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Për sa i përket arsimimit më teshëm, kam 3 mastera shkencor dhe doktoraturë në fushën e sigurisë kombëtare në profesionin që unë mbuloj. Lidhur me pjesa tjetër të pyetjes për veprimtarinë, sepse ju jeni marrë edhe me veprimtari në mbrojtje të komunitetit, në procese të ndryshme që kanë ngjalur edhe reaksion. Që nga viti 2009 në vijim kam qenë pjesë e shoqërisë civile si antar bordi në disa shoqata ku ngelet për të përmendur Nisma e Luleve, me të cilët kemi nxjerrur 2700 goma në bregdetin e Shqipërisë dhe në pjesën e liçeneve që ka vendi jon. Jam aktivizuar në shumë nisma që lidhen me natyrën, mbjelljen e pemëve, mirëmbajtjen e territorit tonë për sa i përket mbetjeve në ujore, duke qenë se jam dhe një instruktor teknik i zhytjes në ujore. Kam ndihmuar vullnetarisht një sër organizatash jo qeveritare, të cilat kanë pasur në fokusin e tyre pastrimin e detit shqiptar nga Shkodra, nga Velipoja deri në Sarandë. Atëherë duke pasur parasysh backgroundin tuaj që prezantuat si nga formimi profesional, po ashtu edhe nga veprimtaria në mbrojtje të komunitetit, mjedisit apo edhe të problematika tjera që ka Shqipëria, ndoshta në një emision të dytë, sepse do kemi kohë gjatë, do të flasim për të rikthyer tek ajo që duket se është më interesantshme për teleshikuesin, që ka të bëjë me zgjedhjet e 11 majit, që ka të bëjë pikërisht me formimin e koalicionëve, me pozicionin që kanë marrë kandidatët për deputet, sepse tashmë gjithçka është e përcaktuar, pavarësisht pak nëjësive apo lëvizjeve të ndryshme, gjithçka është në start, ose më saktë starti ka nisur dhe në garë fund, pastaj të shohim kush. Pyetja ime e dytë do ishte pse u bët pjesë e fillimisht e partisë, pastaj për të ndërtuar koalicionin. Jam një djalë që jam angazhuar vullnetarisht në shumë protesta në Republikën e Shqipërisë, bashkë me kryetarin e lëvizjes tonë Adriatik Vllapaj dhe një sër njerëzish nga shoqëria civile si Edlira Çepani, Florian Binaj, ne kemi protestuar pafundësisht. Protesta e fundit ka qenë ajo e rritjes fëmijëve, dhe pse kam qenë ushtarak, unë vullnetarisht kam marrë pjesë në gjitha protestat që lidhen me shoqërinë civile, sepse besoj aty ku lidhet identiteti jon, aty ku lidhen interesat tona, të përditshme të jetës, për vijimsinë e jetës tonë, ne duhet të jemi pavarësisht funksionit që mbajmë apo punës që ne kryejmë në shtet apo në privat. Dhe duke parë se thjesht të protestosh nuk është e mjaftueshme që ti të arrish vullnetin që ti kërkon të arrihet, menduam të kalojmë në një lëvizje politike. Si fillim ne formuan lëvizjen politike Shqipëria bëhet, duke menduar sepse vendi jon kishte nevojë për një lëvizje të re, e cila demonstronte ndryshe nga lëvizjet e tjera të formuara para nesh dhe nga partitë politike. Lodhëm rreth vetes nga shoqëria civile njerëzit më të mirë që besojmë që ishin vullnetar të bashkoheshin në këtë kaos dhe të ngrinim 4 shtylla për sa i përket programit ton, ides ton. Ndër këto 4 shtyllat ishin 1. Vota diasporës, 2. Depolitizimi i administratës zgjedhore, 3. Ligji për referendumet dhe pika e 4 lidhet me listat e hapura. Gjatë periudhës një vit e gjysmë
që ne u formuam si lëvizje si lëvizje politike, arritëm të miratonin vetëm për sa i përket listat e diasporës ku kandidat nga gjithë botën. Ne do kemi rastësisht si të merrem i çik më gjatë me to sepse unë jam në dieni të kësaj lëvizje, në fakt edhe për listat të mbyllura për të hapur ka pasur një lloj debati. Po gjithsesi për të mbetur këtu që të mos shpërqendrohemi pak për qenë çik më gonçiz. Ju përmend argumentet se përse u bët pjesë e nismës politike Shqipëria bëhet dhe tashmë në një koalicion bashkë me një nismën thurë, po edhe jo politike, me sa kam dini, keni formuar koalicionin nisma Shqipëria bëhet me drejtues zotin Adriatik Lapër. Unë desha të di, a pati negociata paraprakisht që ky koalicion të ishte edhe më i gjerë edhe ku hasën pengesat, sepse duke pas parasysh partitë të reja që futën në tregun e politikës për të disiplinuar 12, ka dhe probleme. Kemi pasur negociata kemi pasur ofrim nga shumë nga partitë e vjetra, por qëndrimi jon ka qenë totalisht refuzues dhe jo. Keni pasur ofertë? Po, kemi pasur ofertë nga të dy krahët, dhe majoritar dhe opozitar, dhe qëndrimi për këto partitë e vjetra ka qenë jo e plot, pasi ne besojmë se vendin e kanë plashkitur të dy bashk, thjesht kanë ndryshuar emrat. Pra, të dy partitë e mëdha kanë 34 vite që e kalojnë stafete nga njëra te tjetra dhe duke u përfshirë vetëm në 3-4 emra të përveçëm, e kanë bashkëplashqitur vendin tonë dhe ne jemi totalisht kundra kësaj kase të vjetër, jemi për ta hapur sistemin, për të ofruar një model qeverisje të re, që përbëhet nga njerëz të ri, të papërlyer në afera korruptive, siç kemi parë, siç e shohim çdo ditë nga dosjet hetimore që dalin nga SPAK-u apo nga struktura të tjera hetimore. Gjithashtu ne kemi pasur dëshirë që të kishim një koalicion me partitë e reja, siç është ajo e zotit Sheaj dhe e zotit Arlind Qorri, por kanë qenë refuzues. Nuk kanë dashur që ne të jemi bashkë me ta, është e drejtë e tyre. Kanë qenë çështje parimore apo për detaje të vogla, se shpesh shqiptarët djegin organin për i plesht. Duke qenë sepse ne nuk kemi arritur që të negociojmë ata, nuk mund të them një gjë konkrete se cila që është arsyetimi i tyre që nuk donin të bënin një bashkim të ren. Pasi parimisht ne luftojmë të njëjtën gjë, ne luftojmë rrëzimin e kësaj kaste të vjetër politike. Pra, shëmbin e këtij sistemi i cili ka marrë peng vendin. Pra, janë dy njerëz, nuk ka rëndësi të majt apo të djathtë, por janë thjesht dy njerëz që kanë marrë peng të vend dhe nuk lën garën që të jetë e lirë. Pra, sot ne jemi akoma te listat e mbyllura për të dalë aty ku e lam tek një iniciativë juaja, pikërisht kjo ishte pyetja ime e radhës, ka të bëjë me listat e mbyllura, me listat e hapura. Faktikisht ndodhemi përballë një realiteti ku vetëm dy partitë e mëdha kanë, me sa jam unë dieni, dy partitë e mëdha kanë qenë pro dhe e bën ashtu siç deshën. Dhe i bie që të paktën, unë nuk nisem nga sondazhe, sepse nuk është në parimin tim, por të paktën me një opinion qytetarësh, 100 mandate dukun se janë produkti kryetarëve. Dhe përse nuk u arrit listat e hapura nga dy partitë e mëdha, sepse ju keni qenë në dieni të presionit që keni zhvilluar, jo vetëm ju, për hir të vërtetës, ka pasur edhe partitë të tjera. Përse këtu nuk, pra mund të mos jesh bashkë në një front të madh, edhe organizata jo qeveritare, të cilat kanë çuar në gjykatë kushtetuese, ligjin kanë fituar gjyqin. Ne thjesht jemi ai grupim që mblodhi 21.000 firma në mbështetje të vendimit të gjykatës kushtetuese për të hapur listat, për ta bërë për ta demokratizuar përfundimisht vendin tonë dhe për të mbyllur atë që quhet tranzicioni 34 vjeçar që është turp. Ne jemi vetëm vend që ka dalë pas 90-s, akoma se kemi mbyll tranzicionin plotësisht. Jemi akoma te problemet e pronës, jemi te konfliktet e punës, heqjet padrejtisht nga puna, e shumë çështje tjera gjyqësore të cilat ndodhen në të gjitha gjykatat e shkallëve të parë, 2 dhe 3 në Republikën e Shqipërisë. A mendoni se ka pas në prapa skena një kompromis dukshëm, jo, po një kompromis mes dy partive të mëdha për të pasur sundimin ndaj partive të vogla? Mbajtja e listave të mbyllura në radh parë i çon ujë te burimi i kryetarëve të partisë. Se mbyllin qokat që kanë për njerëz caktuar, për kushurit, për fëmijët. Po të marrim listat e dy partive të mëdha që kemi ne sot, si asaj opozitare dhe asaj që kemi në pozitë që po na drejton vendin, po të shikosh listat duket qartë që është çështje qokash që kryetari i bën ish deputetit, i bën ish drejtorëve të mëdhej rajonal apo qendror që ka pasur Republika e Shqipërisë në këto 12 vitet e fundit, të lista duken qartë që janë fëmijët atyre që dikur kanë qenë drejtues të këtij vendi. Po kështu dhe të opozita. Pra, në vetvete listat e mbyllura janë thjesht çështje qokash.
Ne mendojmë që duke hap listat, hapet gara, ku njerëzit, qoftë një vot më shumë, po mori nga kandidati tjetër, e meriton mandatin me dinjitet, dhe është një garë hapur, një garë dinjitoze, ku nuk ka pse të punoj, majmë për qarkun e Durrësit, me fjalë. Po ta shikojmë listën, i bie që te lista mbyllur i 4 dhe i 5 ti punon. Se 3 të parët e kanë vendin e garantuar, si te opozita dhe depozita. Pra bëhet një garë pa drejtë. Ai që është i parë në listë mbyllur, ai bie Durrësi me 14 mandate, 10 i ka mbyllura me fjalë. 10 i ka të mbyllura, ata 100 e sa kandidatë të konkurrojnë për 4 mandate. Ta 10 kandidatët e Durrësit dalin recitojnë, kurse ata 4 tjerët ose 5 të tjerë duhet vrapojnë, duhet të djersiten, duhet të hedhin mund, duhet të shkatërrojnë veten. Ka prodhuar domethënë lloj një garë jo të barabartë. Patjetër, po të marrin primarët e Partisë Demokratike, kisha pyetën në radhë, duket qartë që realisht është një garë pa drejtë, pasi ai që merr më shumë vota renditet i 5, kur do të ishte i pari, pra flasi për meritokraci. Një që merr një vot qoftë më shumë duhet të jetë në një vend më përpara se ai tjetri. Pra, vin tek një listë e mbyllur që është totalisht autoriteti i kryetarit, e përdor për interesat e veta, i jep qok atij që do, lë jashtë atë që do, i thot ti vrapon garë, ti je i nxjerr automatikisht se të nxjerr sistemi. Pra, mendoj që në vitin 2034, flasësh akoma për listat mbyllura, është e papranueshme. Ju e prekët edhe unë kisha pyetën në radhës primarët e Partisë Demokratike, jo thjesht sepse fundi fare të një parti tjetër, por gjithsesi janë pjesë e politikës dhe pjesë ndikuese e rëndësishme e opozitës. Partia Demokratike justifikoi zhvillimin e primarëve me një proces demokratik, me nxjerrjen e emrave sipas antarësisë, por që në fakt u shoqërua në ditët në vijimsi edhe me problematikë me pakënaqësi, madje pati lëvizje deri në momentet e fundit për gjetur parti sepse kishte dalë i pari tek primarët, por nuk gjente vend që pra ai shërbeu faktikisht një parti të madhe opozitare që kërkon të marrë pushtetin në ky proces në këndvështrimin e politikës sepse thashë ato kanë punën. Politikës mendoj që kjo e dëmtoi më shumë. Nëse të primarët do ishin përdorur për mirë, që ai që del më i votuar i merr vendin e parë, ai që del i dyti më i votuar i merr vendin e dytë, dhe ai që nuk votohet ngel jashtë liste fare, jam dakord. Tin ato listat e Partisë Demokratike që njerëz që kanë marrë nga 50 vota dhe sot i kanë në vend sigurt. Pra është për të ardhur keq që një njeri që s'ka mbështetjen e 50 njerëzve kërkon të jetë i mandatuar për qeverinë e ardhshme. Pra si mund të shpreh vullnetin e qytetarëve një njeri që s'bën dot 50 veta bashk? Jo, aty ka që s'kan konkurruar fare, po. Ose që s'kan konkurruar fare, dhe ajo nuk po hym se është çike gjatë. Primarët në vetvete janë të mira nëse gara është e drejtë. Pra, nëse primarët do përdoren për qëllime të mira, se jo, janë të shëndetshme. Ergys mos dikoj dhe koha e shkurtër nga zgjedhjet e procesit. Nuk e besoj. Pra nëse do ishte bërë para. Nuk e besoj fare. Pra mendoni që është produkt i mentalitetit që 34 vjet që ecim po me të njëjtin mentalitet. Kryetarët e shohin partinë si një pronë private, si një biznes që kushton sot në Republikën e Shqipërisë 7 miliardë euro që ndan kryetari i majorancës me kryetarin e opozitës. Atëherë kalojmë te një pyetje tjetër e cila na intereson edhe më shumë, por fushatën që ka nisur dhe që është përpara, por njëkohësisht edhe për ju si koalicion pjesëmarrës në zgjedhje. Ju keni qenë gjithmonë një zë kritik, jo vetëm ju personalisht, por edhe si subjekt, tani unë pa qenë subjekt politik, nuk po i drejtova me terma për efekt të emisionit. Nëse do bëni një analizë të qeverisë, një analizë 12 vjeçare të 3 mandate për që pretendon për të marrë një mandat të katërt. A mund të më listoni çfarë është bërë mirë dhe çfarë është bërë keq në këtë qeverisje? Kuptohet duke pasur parasysh që edhe minutazhin e rezervuar të emisionit, por pa cunguar atë që ju doni të thoni. Po, patjetër. Unë rreth parë do dëshiroja të flisja për atë që zotëria kryeministri i vendit ton shpalosi dje, pasaporta europiane. Më erdhi për të qeshur. Unë kam lënë pyetje, po gjithsesi konsumoj. Do filloj nga aty, më erdhi për të qeshur shumë, pasi ne flasim për pasaportë europiane ku gjysmat e shqiptarëve tashmë i kemi shtetas europian apo amerikan. Ku në Shqipëri sot nga ata që jetojnë kemi me pasaportë bullgare mbi 20.000 vet. Kemi me pasaportë greke, italiane, franceze, amerikane. Unë besoj që zotëria do të fliste njerë çfarë nuk ka realizuar në 3 mandatet paraardhëse, cilat kanë qenë arsyet që nuk i ka realizuar objektivat të cilat ai ka shpalosur në fushatat elektorale. Kush kanë qenë fajtorët dhe sa prej tyre kanë dalë përpara drejtësisë për mos përmbushje detyrave. Pastaj vitet na fliste neve për vizionin 2025-2030. Unë besoj që kryeministri si
si njeri themi mediatik apo njeriu që i përdor to gestikulacionet apo kauzat publike, do gjithmonë të bëj atë rolin që të përdori ato mimikat e veta për të arritur atje ku do. Besoj se 2025-2030 ai nuk do ta realizoj dot kurrë, pasi nuk është më viti 2013 ku me i darje mba mbylli fushatën, apo më mbrapa me një autobus mbylli përsëri fushatën, apo me një televizion ku thonte do votoni këta, apo ne mbylli përsëri fushatën, por është koha që ai dali me një program të mirëfillt, të rreshtoj pikat, thot afatet, kostot. Dje për dje kur ishte ai tha pensioni kaq rroga minimale, ai për vërtetës ato që i thot, ai mban si mban, pastaj ajo është përgjegjësia juaj si opozitë. Se tha dhe në 2013 që kemi 300.000 vende pune, por solli 400.000 shqiptar të larguar jashtë Republikës Shqipërisë. Nëse ne nuk ja dalnim përsëri ta thyejmë këtë sistem, do sjellë edhe 400.000 shqiptar tjerë që do largohen. Ne sot kemi problematika nga 300.000 vende punësimi që do hapten, na duhen 300.000 tuaj që të vinë punojnë në Shqipëri, pasi bizneset shqiptare, shqiptarët vetvete janë njerëz punëtor, janë njerëz idealist, kanë vullnet të hekurt për të punuar, për t'ja dalë. Sot unë jetoj në Durrës, kam një biznes familjar me familjen, kemi mangësi punëtorësh, jo vetëm unë, po të gjithë pronarët e vegjël, të mesëm apo të mëdhenj që jetojnë dhe punojnë në Durrës kanë probleme të theksuara me punëtorinë. Pra, nga një program me 300.000 vende pune, vajtëm një program që krijoi 400.000 emigrantë të larguar nga Shqipëria, por jo emigrantë pune. Largoi 400.000 njerëz të shkolluar. Unë personalisht mund të zë me emra, mund t'i drejtoni dhe Ministrisë Mbrojtjes me një shkresë sa oficerat të mbaruar jashtë Shqipërisë nga viti 94 deri në 2009 të janë larguar në 10 vjeçarin e fundit. Cila ka qenë arsyeja që këta oficerë janë larguar nga Republika e Shqipërisë? A janë këta njerëz që e përballonin jetën normalisht në Shqipëri dhe ikën sepse nuk kanë gjetur garën, nuk kanë gjetur drejtësinë, nuk kanë gjetur meritokracinë, pasi ato që vetë ne sot i quajmë komisione karriere apo ai DAP i famshëm, që janë thjesht komisione korrupsioni, e kanë bërë garë të papërballueshme, të padrejtë dhe thjesht aty për të menaxhuar. Keni hedhë një gjë shumë interesante në Tregniakuz. Zoti Rama ka deklaruar po partije me Sadi që do blem një anijë të madhe luftarake moderne. Pra ka përzon oficerët e shkolluar jashtë do blej anijen. Ai mund blej, patjetër, Shqipëria është anëtare e NATO-s. Do ta blej, problemi këtu qëndrohet që unë do t'i drejtohesh zotit Edi Rama. E di ai se sa oficera të Republikës Shqipërisë të mbaruar jashtë shtetit janë larguar aty në 10 vitet e fundit? Kjo ishte pyetja që kam për të. Dhe a e di Ministri i Mbrojtjes cila ka qenë arsyeja sepse këta njerëz kanë ikur nga vendi, se janë njerëz me 2 diploma, ata që vinë nga Turqia mbarojnë dhe inxhinieri dhe oficer, ata që të vinë nga Italia, marrësh karabinerin në Itali, dhe të marrësh juridikun në La Sapienza, nuk është e lehtë zoti kryeministër apo zoti ministër, apo ato që të vinë nga USAF Air Force ose West Point, vinë në Shqipëri dhe mos gjejnë garë është e papranueshme. Pra, nëse zoti Rama dhe Ministri i Mbrojtjes nuk i shëm komisionet e karrierës, që janë komisionet e korrupsionit, aty ku nuk zhvillohet gara, por bëjnë një sistem dinjitos ku, si në gjithë botën, njeriu vetë dinjitos përpara kompjuterit që quhet stand alone, vetë atje ulesh, fut passwordin, emër mbi emër, të del pyetësori random, pasi kompjuteri përzgjedh vetë pyetjet. Në 100 pyetje 33 për formim të përgjithshëm, 33 për formimin profesional të degës që ke mbaruar, dhe 33 të formimit juridik, ekonomik, për sa i përket vendit ku ti jeton apo punës që ti kryen. Dhe ti, masi shtyp enter ose submit, të vjen përgjigja se sa pikë e marr. Dhe shumë e thjesht gara. Më i mirë shkon përpara, më i dopti hap krahun, por ne jetojmë në një sistem ku ti vete dhe flet përpara disa njerëzve që janë të gjithë politik. Dhe ata në fund fare të vlerësojnë ty në një mënyrë arbitrare apo në një mënyrë të pamatshme, fizikisht i kalushëm apo jo kalushëm. Pra, këtë duhet zhbëjmë. Ne duhet zhbëjmë sistemin e korrupsionit. Ka shumë modele të ndryshme në Europë, në Amerikë. Është instaluar edhe instaluar në gjithë sektorët. Atëherë zoti Rama ka një tezë shumë të fortë që të paktën 2-3 vitet e fundit e ka hedhur dhe e mbron me jo vetëm me forcë, por mbron edhe me stafin e tij, mbron edhe me lajke, mbron edhe me urdhësat që çon administratës. Bët fjalë për shtimin e numrit të turistëve. Pra turizmi i Shqipërisë sipas Ramës ka një fytyrë tjetër, Shqipëria është bërë e njohur, faktikisht ka shumë media që shkruajnë tashmë për turizmin e Shqipërisë. A mendoni që turizmi
ka qenë pjesa më e mirë e Ramës, po them në këto 12 vite qeverisje dhe nëse jo, ku çalon? Unë besoj që turizmi ka një rritje. Pjesa më e mirë ka një njoja e Shqipërisë apo turizmi, se të ndajmë çik gjëra. Që anons zotit kryeministër është për sa i përket e Albanës. Ne unë mbaj mend kohën që kam qenë student që duhet veja për një certifikat, kur vjen ato 15 ditë pushime, veja të baja radh apo për një vërtetim që sot e merr online, të prisja edhe 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë dhe mos të mbaroja punë. E Albania në vetvete me ato problematikat e vogla, po funksionon, ka mënyra më të mira për ta përmirësuar. Besoj se dhe vetë një proces që ka ecur mirë, mund ta quajmë arritje, pasi shumë shërbime atje sot merren online, nuk ke nevojë të rish në zyrat e institucioneve që dikur kanë qenë gangrena e korrupsionit, qoftë me 200 lekësha, 500 lekësha, 1000 lekësha. Pra, për këtë mund të themi që ka një arritje të madhe. Për sa i përket turizmit, ki certifikatat ka bërë arritje të madhe, por hajde nxjerr një hipotekë toke. Po, dakord, aty se ka rregullu 5000 lekëshat, po ka fut 500.000 lekëshat. Është për të diskutuar ajo, kurse për sa i përket turizmit, besoj se ka qytetari apo investitori privat ka bërë më shumë se sa qeveria. Kur flasim për turizëm, duhet të themi për këta investitorë të cilët kanë hyrë kanë marrë kredi, kanë investuar, kanë bërë hotele që nga 20 dhoma sot në Durrës gjen hotele me 200, 300, 400 dhoma, që kanë vajtur deri në Bangladesh, apo në vende të larta për gjetur punëtor për t'ia dalë në sezon. Unë këtu ishte çfarë ka bërë qeveria, por Rama ka bërë shumë për turizmin. Nuk kam parë ndonjë program as në qeveria çfarë ka bërë për turizmin, po çfarë bën privati pastaj. Nuk kam parë ndonjë subvencion për hotelerit apo kam parë për këto bujtinat, por që kanë bler vila në Green Coast. Ai është muhabet tjetër, ndoshta një emision tjetër, por për hotelerin në vetvete, hotelerin e Mirfield, resortet, nuk ka pasur deri më sot një program të Mirfield qeveritar i cili i zbut sa do kostot tyre, përveç se përsa i përket atyre pjesës mos pagimit të disa prej taksave vendore apo qendrore, por hotelet me emër, po kjo është vetëm për ato hotele të cilat kanë një logo që quajmë europiane, që të një standard europian, po për hotelet e tjera që se kanë një logo. Se tu flasim për një pabarazi, se duhet që unë që jam shqiptar dhe duhet ta mbaj me emrin tim biznesin, duhet t'i vë emrin e fshatit tim, nuk duhet t'i vë një logo ndërkombëtare. Të përjashtohem, unë kam të njëjtin hotel, me të njëjtin numër dhomash, me të njëjtin standard, me të njëjtin pishinë, me të njëjtin kapacitete akomoduese, por nuk marr ato benefite që ti ja ke dhënë Hiltonit, Sheratonit apo një marke tjetër. Që këtu fillon pabarazia. Nëse ne do bëhemi shtet social, do të bëhemi shtet demokratik, duhet që të jemi të gjithë barabartë para ligjit. Pra, nëse një hoteli me të njëjtat kapacitete, ti ja njeh këto shpenzime dhe mua që kam emrin aty fshatit ku unë jam lindur. Gjys jemi tamam aty ku mund bëj një pyetje e cila ka ngjall shumë reaksione. Është miratuar paketa e maleve në pikërisht në një fazë ku u diskutua që përbën edhe shkelje ligjore. Gjithsesi, kjo nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Unë mendoj që kjo do të quhet paketa e vjedhjeve të fundit. Do ndikoj të këtë deshatem. Mund ta quajmë paketa e vjedhjeve të fundit, pasi duke qenë se janë në limite kohore dhe nuk e din se si do të dalë hesapi në 11 maj. Ato e din mirë se si do të dalë hesapi, se kanë një statistika të sakta, kanë kompani që u bëjnë PR-in shumë të qartë dhe din që zoti Rama nuk i bën të 71 mandate, po mundohen që të bëjnë vjedhjen e fundit, vjedhjen e radhës, që është ajo vjedhja e maleve. Tu andajnë dhe këtë atyre oligarkëve që kanë rreth vetes apo atyre aktorëve që portokallis që janë bërë gjithë investitorë strategjik sot në fjalë, një pjesë e tyre, dhe tjetë vjedhja e fundit inshallah në vendin tonë, por besoj që ne si forcë e re politike, nëse një ditë populli do na japi vullnetin e tij që ne të ushtrojmë kontratën që ata na japin neve në vullnet politik. Do rrim përsëri tek Rama, kemi prapë me Ramën. Një nga ose më saktë 2 sektorë tjerë që Rama mburret dhe thotë që ne kemi bërë këto 12 vite atë që s'e ka bërë kush dhe Shqipëria ka të bëjë me sektorin e shëndetësisë dhe arsimit, dhe për fat mirë i lidhë njëjtë emër, e njëjta ministre, e cila i del emri nga një spak, po i del sikur për shkokë daja, nuk i ka dalë akoma me përgjegjësinë për të paraqitur dhe për të akuzuar ashtu siç duhet. A mendoni se arsimi dhe shëndetësia, ju jeni qytetari i Durrësit, ju keni si shtat keni 2 fëmijë, i arsimoni ato, ashtu siç keni edhe nevojë shëndetësore për të përfunduar. A mendoni që arsimi dhe shëndetësia në Shqipëri kanë bërë përparime? A është falas njerëz, pastaj ham diskutim tjetër po. Në fakt, ne si forcë politike nuk besojmë se shëndetësia është falas. Nuk ka shëndetësi falas. Falas mund marrësh. Nuk du programin e juaj, du çka ka bërë Rama. Programin do ta kemi personalisht drejtohem ty kur veten në spital sot i ke falas gjitha? Jo, unë thash, unë diet punë. Sepse edhe unë kam vajt në spital. Kemi dhe njerëz. Tjetër
asgjë nuk është falas, çdo bilezë po të vesh në spital shtetëror, do duhet që një pjesë të ilaçeve ti marrësh dhe nga jashtë, sepse shumica e kohës nuk i gjen dot në spital ato që ti duhet marrësh, apo duhet trajtohesh. Për arsimin, besoj se arsimi në këtë fazë që jemi kërkon një buxhet diku në 5% deri në 7%, që ta ringrëm dhe njëherë atë që shëmbëm, pasi mendoj se për hir të vërtetës, pa hyrë këtu në demagogji politike, para 90-s ne kemi pas arsim shumë qësor. Universitetet tona kanë qenë universitete me një cilësi shumë të lartë, sepse inxhinierët tanë sot punojnë, unë kam njohur në këtë rrugtim 2 vjeçar politik, inxhinierët asaj kohe që punojnë për kompani botërore të naftës në Kanada, inxhinierë digash. Do të shkollë me libra jo me TikTok. Gjithsesi, unë mendoj që sistemi arsimor sot është në ditën e tij më të zezë, ku ne mësues çojmë ata që kanë mesatarën më të ulët. Ne duhet ta ngrëmë rrogën e mësuesve në atë nivel që mësuesët vënë ata që kanë mesatarën më të lartë, se ne nëse nuk arrim të kemi mësues mirë në klasë parë, klasë dytë, në shkollë të mesme, nuk mund të nxjerrim mjek të mirë në universitet. Pra baza vjet kur ti je në moshë të vogël, kur ti merr ato dijet e para, ne themi do rrisim cilësinë në universitet edhe do të çbëjmë cilësi në klasë parë. Si është e mundur? Ne themi që mësuesit duhet të jenë më të paguarit, pastaj mbas mësuesve me kategori sipas gjithë kategorive që vinë mas rrap, sepse mësuesi është ai që nxjerr inxhinier, mësuesi është ai që nxjerr oficer, mësuesi është ai që nxjerr mjek, mësuesi është ai që nxjerr infermier, mësuesi është ai që nxjerr ndoshta edhe këta djem që nuk marrin shkollim, por që bëhen mekanik, motorist. Pra, mësuesi klasa, të gjithë do kalojmë nga klasa e Arsimi profesional është. Ne nuk mundet që mësuesin e shkollës fillore ta paguajmë më pak se të gjithë mësuesit e tjerë. Është Sharake, zoti Rama. Unë nuk besoj se ai i sheh me detaje programet e partisë tij, po i merr siç ja çojnë dhe ndoshta nuk ka kohën e dur që ta arriti lexoj. Pasi jo më ka se ka dhe staf, ka dhe këshilltar, pas ka kohë, por nesh kryeministri, pas ka kohë se ajeu në duhet shikoj një sa paguaj mësuesi, jo jam të mësuesi, se shumë e rëndësishme. Mësuesi i ciklit ose ai që quhet mësuesi nga klasa e parë që të merr që është prindi apo nëna apo babaja ti fëmijë që vetë për të parë shkollë duhet të jetë më i paguari. Nuk mundet të jetë më i papaguari. Për arsim cilësor, radh parë duhet pagesë cilësore, duhen kushte cilësore, duhet që marr nga vetja ime, duhet që jemi 2 bashkëshortë të ri që jemi edhe në punë. Në fjalë shqyqy që kam nënën gjallë, se babai nuk e kam, që mi pret fëmit kur marrojnë shkollën, se po mos kisha nënën njëri nga ne do lindte punën. Pra ne duhet ngrëm një sistem sot që fëmijat vijnë në shkollë, mbarojmë arsimin, të hard track-ën shkollë, si në gjithë vendet e Europës dhe Bashkimit Evropian apo dhe Amerikës, masi të mbarojmë mësimin të ketë atë after school-in, kjo edhe për shkollat shtetërore dhe për shkollat private. Pasi është e domosdoshme që të dy prindit vënë në punë. Nëse ne nuk arrim të realizojmë këto, nuk mund të flasim më për arsim cilësor. Duhet që gjithë fëmijët të marrin të njëjtin arsim. Pse? Ne sot një prind që s'ka mundësi ekonomike që ta çojë fëmijën në një kurs matematike, por që prindi është i pashkollum, fëmia e tij është i pabarabart me fëmin tjetër, që mund të vënë në shkollë shumë cilësore, me një pagesë më të lartë, me kozgjate më të gjatë. Pra, ne duhet të sjellim një sistem barazie ku gjithë fëmijët janë barabartë në vendin tonë. Unë po i marr me radhë sepse gjatë përgjigjes së pyetjeve të mia, ndoshta mund të konsumoni edhe pjesën tjetër që keni edhe programin tuaj për ta përballur me qytetarët dhe për të vënë duke. Sektor tjetër që duket sigurisht totalisht jo funksional në Shqipëri, pa nga këndvështrimi im për 30 vite si gazetar dhe duke qenë me origjinë nga fshatrat, është bujësia dhe unë nuk di a keni ju një këndvështrim tuaj se ku është bërë gabim, sepse flitet për fonde, flitet për përkraje, flitet për investime shumë të mëdha, ndërkohë që po të hedhësh sytë nëpër fshatra, shef tokën djerë, shef njerëz që nuk punojnë, ose më saktë nuk ka kush punoj, sepse djemt kanë ikur gjithë dhe kanë ngelur. Ne si lëvizje politike Shqipëria bëhet dhe koalicioni zgjedhor Nisma Shqipëria bëhet, kemi një program të mirëfillt politik, i cili është kontrata jonë me qytetarët, ku ka për të gjitha kauzat që ne na lidhin si qytetar programin e mirëfillt. Gjithashtu, ky është një program i shkurtër, për programin më të gjatë njerëzit kanë barkotin mbrapa, ku ai barkot hyn dhe gjejnë programin. Ky është pas 12 majit. Po flasim deri tani. Deri tani. Unë duhet sqaroj. Ju e keni konstatuar këtë? E kam konstatuar. Unë jam një djalë që vidha unë nga fshati, nga një fshat i largët i Vlorës, nga vjen origjina e babait dhe nënës time, Gorrish dhe Brataj. Për bujësinë unë besoj se ky vend ka bërë shumë pak, ka bërë vetëm për disa oligark, të cilët kanë marrë disa skema subvencionesh, pasi subvencioni këne ka qenë totalisht i gabuar.
Ne bujqësi nuk e shohim, ne e shohim bujqësi, blegtori, Agroturizëm. bletari, Patjetër, peshkime, shohim një tërësi pakete. Pra, ne patëm një skem, duhet flas, për qëse jemi këtu në Durrës dhe afër detit tu që e shohim dhe me sy. Unë duhet flas për peshkimin. Ne sot nisëm një skem peshkimi që subvencionuam naftën për peshkatarët. Dhe çfarë na ndodhi? Peshkatarët nga peshkatarë u kthyen në tregtar nafte. E merrnin naftën me 500, e sishin me 800. Ajo që ne propozojmë si lëvizje politike është që ne subvencionojmë për kilogram. Çfarë do të thotë subvencionimi për kilogram? Zotëri, dole sot për peshkim. Mësole 500 kg kocë. 500 kg kocë. Në peshk tjetër se ose Tiranë do Sardele, ku do ketë një listë koeficientësh sipas llojit peshkut, ku thotë për sardelen shteti subvencionon 30 lek. Për kocën 100 lek. Për levrekun 100 lek. Për një peshk të cilësisë më të lartë 200 lek. Në momentin që ti sill 500 kg, automatikisht në llogarinë tënde bankare shteti të kalon 500 kg sardel me 30 lek, 15.000 lek. Pra, ti automatikisht merr 5. Po pse i merr? Sepse ti këto 500 kg do t'i çosh me faturë të vëshoje dalse te pika e grumbullimit, ku shteti për çdo kilogram që kërkon pikë grumbullimit do çojë te pika tjetër e shpërndarjes do fitoj 15%. Pra kjo është skema që ju keni. Po. Por deri më sot unë besoj që skemat që ka pas qeveria, kjo për kullimin pas një pyetje të fundit në bllokun e parë të pyetjeve që ka të bëjë me atë që duket se ka krijuar dhe një opinion ndryshe tek shqiptarët. Rama ka një tezë, nuk do marrojmë Rama, por do marrojmë për te kapitullin e qeverisë 12 vjeçare, se nuk do marrojmë, do kena prapë rrugës. Do kemi ndoshta edhe 4 vjet tjera, po nuk e dim këtë punë. Rama ka krijuar një opinion me propagandën e tij, por edhe me administratën që është njeriu që mbështetet nga ndërkombëtarët. Madje edhe tezat i fushat ose është që nëse nuk votoni Partinë Socialiste, nuk do hyni në BE. A është e vërtetë që ndërkombëtarët pa mbështetjen e Ramën për zgjedhjet e 11 maj dhe nëse Rama nuk fiton? Unë besoj se kjo është shaka e më e madhe që ka thënë ai vetë me fjalë. Pasi si mund të jetë ai më i mbështetur kur pas hekurave nuk i dihet sa vet ka me fjalë dhe sa vet do ketë kur nga zvendës kryeministri, ministra sot hetohen për korrupsion, ku Spaku ka faktuar veprën penale për disa prej tyre, disa kanë marrë vendim në shkallës parë, disa janë duke pritur apelin, disa të tjerë janë në hetim akoma, disa pritet të hetohen. Pra, si mund të jesh njeriu më i besuar kur ti je ai që ka qeverisë të vend më shumë njerëz korruptuar? Unë nuk e di se si a e beson dhe vetë ai këtë që thot apo jo, apo e ka thjesht protagonizmin e radhës, se është mësuar me protagonizma gjithkohës, duke qenë se është dhe artist, ndoshta i ka dhe për hije, por një politikan i të vërtet do ishte dinjitoz dhe dilte të thoshte. Do që arrin gjatë politikën po artista tillë. Unë me vërtet u mundova me mishe me shpirt, punova me njerëzit e gabuar, po do riqem, po e lë radhën dikujt tjetër pasi kesh pas hekurave një qeveri të tërë, unë besoj që mbas 11 majit ata do kenë një qeveri atje brenda dhe ne do kemi një qeveri tjetër që do qeverisim këtu jashtë, ai do vazhdojë me ata atë lojën që kanë nisur. Atëherë Gys, do kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare për të kaluar në një blok të dytë pyetjesh dhe do kena mundësi të shëllojmë edhe disa gjëra nga programi juaj në pjesën e dytë. Reklame. Atëherë jemi rikthyer në pjesën e dytë e emisionit Pa Kompromis në Bulevard Televizion, siç e thash edhe në fillim. I ftuari im është Ergys Llanaj, kandidat i koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet, me drejtues zotin Adretik Lapaj. Kemi diskutuar në pjesën e parë gjëra të cilat kanë bënë më shumë me performancën edhe vetë kandidatit të qarkut Durrësit, zotit Ergys Llanaj, për formimin, angazhimin e tij dhe pse zoti që të bëhet pjesë e këtij koalicioni dhe e këtij grupimi opozitar. Po ashtu kemi diskutuar edhe gjëra që kanë bënë me kodin zgjedhor, me paktanësitë që kanë gjë, me primarët e Partisë Demokratike si partia më e madhe opozitare dhe paktën deri tani, sepse nuk dim ç'ndodh me 11 maj. Ndërkohë jemi ndalur edhe tek problematikat e qeverisë së Rama për 12 vite. Ergys, do ishte me interes tani të dilim tek ajo pjesa që unë faktikisht kam ngulur që ndryja herë mas here që të mos e konsumonim për të pasur një blok sa më saktë përgjigje, që ka të bëjë me programin e koalicionit tuaj në këto zgjedhje. Pra ju do dilni, keni filluar dilni përpara qytetarëve, keni filluar herët madje, edhe pa filluar fushata, keni pasur takime të mëdha në Durrës në Pallatin e Sportit. Pra ju keni një program tashmë që keni të depozituar, të saksionuar, të miratuar zyrtarisht dhe po përballeni me qytetarët. Atëherë, pak a shumë do u nisur nga ato që janë bërë keq në këtë qeveri. Çfarë mendoni të ndrejshni?
Ky është programi i lëvizjes Shqipëria bëhet, i koalicionit Nisma Shqipëria bëhet. Është një program shumë cilësor, shumë i detajuar, pasi për këtë program ne si fillim nisëm një tur takimesh në gjithë Republikën e Shqipërisë dhe jashtë saj, ku morën problematikat që ka vendi jonë në këto 34 vite tranzicion. Këto problematika ne i mbajtëm shënim dhe në VMC, në 7 departamente që lëvizja Shqipëria bëhet ka, ngritëm grupet e punës me antarë të brendshëm, si dhe me ekspertë të jashtëm, si brenda dhe jashtë vendit, ku filluam të trajtojmë se si duhen zgjidhur problematikat që kanë vendi jonë, që kanë ardhur si pasojë këtyre 34 viteve, dhe cilat janë kostot financiare, janë përballueshme këto nga buxheti që do ketë për 4 vitet e qeverisjes. Nëse ne një ditë do kemi në dorë fatin e këtij vendi dhe njerëzit do na japin aq mandate sa ne të kemi mundësinë që të qeverisim, këtë program ne e shohim si një kontratë juridike që ne kemi me njerëzit, pasi mandati i deputetit nuk është mandati i kryetarit. Pasi ne në lëvizjen e koalicionit Nisma Shqipëria bëhet garojmë në listë të hapur dhe ai që merr një mandat më shumë merr mandatin, është kontrata që ka me qytetarët e çdo qyteti, pasi në 4 vitet në vijim ne do vim çdo ditë i takojmë, do bëjmë takime të vogla në lagje, takime më të mëdha në zona dhe takim të madh në qytete, dhe në diasporë ne nga sektori i këtij viti, edhe nëse nuk marrim aq mandate sa ne të qeverinë, po të jemi opozita e arshme e këtij vendi, ne do vazhdojmë takime në diasporë, ku këtë program, të cilin kemi quajtur programi para prak, pasi ky do përmirësohet nga program politik, do kthehet në një program të mirëfill teknik për të gjitha ministritë, ku do të adresojë të gjitha problematikat, duke qenë se është shumë i gjatë dhe ne kemi filluar ta ndajmë derë në derë në të gjithë Republikën e Shqipërisë, ndoshta një pjesë qytetarëve nuk do të vi deri në 11 maj, por do të vi më mrapa, pasi koha është shumë e shkurtër dhe nuk e kemi kohën e mjaftueshme dhe resurset e mjaftueshme për ta ndarë në të gjithë Republikën e Shqipërisë, por do ta vazhdojmë mas 11 majit të proces që kemi nisur, ku qytetarët dhe ekspertët e fushave të ndryshme këtë program, nëse shikojnë diçka që duhet përmirësuar tu mbrapa dhe po ta nuk e di kamera e fokuson dot apo jo, mund të çojnë rekomandimet e tyre që ne i marrim dhe i japim departamentit përkatës, të cilët pasi e marrin atë rekomandim e adresojnë dhe shikojnë nëse ky rekomandim i bërë është i duhur dhe cilat janë kostot apo ky është një proces i cili do jetë në VMC. Do jetë në VMC dhe është një proces gjithashtu dua të flas për programin shkurt për disa tema kryesore, për disa nga gjërat që preken edhe për qeverisjen, tashmë çfarë do bëni ndryshe? Do ta lidh, duke filluar tani sa të shkojë këto qytetarit që dera lexon ose lexon e gjen ose gjen do flas për pikat më kryesore, më specifike. Ne si koalicioni Nisma Shqipëria bëhet që të hyjmë në Europë, atë që tha kryeministri, Karta Europiane e para punës do të zgjidhim problemin e pronës. Është e pa diskutueshme pas zgjidh problemin e pronës, nuk ka Europë që na pranon. Pra ne themi brenda 6 muajve, sepse ligji për legalizimin e ka 3 muaj. Afatin e kthimit përgjigjes dhe miratimit apo jo të legalizimit. Pra deri në 6 muaj ne përmbyllim fazën e legalizimit. Të gjitha objektet do legalizohen, ato të cilat janë brenda rregullore së legalizimit, dhe nga ky moment do të shfuqizohet ligji për legalizimet. Brenda një afati 18 mujor, pra 1 vit e gjysmë, do të mbarojnë gjithë regjistrimi i AMTP-ve, ose ndryshe quhet akti i marrjes tokës pronësi në gjithë Republikën e Shqipërisë. Qytetarët nuk do duhet të vënë fare te komunat, pasi shteti e di kush i ka ato toka, pasi u merr taksat, thjesht do t'u jepen hipotekat të gjithë qytetarëve që kanë marrë një AMTP të rregullt si banor të fshatit apo të fermave të para viteve 91-92 të asaj vendit tonë. Gjithashtu ne premtojmë që brenda mandatit parë, brenda 2 viteve, të mbyllim procesin një proces që quhet konvertimi, pra atë që është kthim kompensimi i pronave, të gjithë atyre ishpronarëve që nuk kanë marrë tokën, që është bërë një padrejtësi shumë e madhe. Ne duhet t'i japim fund një herë për gjithmonë. Çfarë themi ne? Ne do marrim hartën e Republikës së Shqipërisë, ku ka tokë lirë do t'i kthehet në natyrë, 1 me 1. Kurse konvertimi nuk është kompensim. Konvertimi është në vetvete një tabelë llogarice ku nëse unë kam pasur tokë në Gorrisht Vlorës, koeficientin e ka 0.01 për atë kohë, dhe nëse kam pas tokë në Borsh e ka 1. Pra nëse kam pas 10 hektar tokë në Gorrisht, do vetë do marr 1000 metra tokë në Borsh, me leje ndërtimi gati, me infrastrukturë të bërë nga shteti gati, i të cilën mund ta japi një investitori për
Ergyes, unë jam shumë dakord me këtë që po thoni ju, sepse është në Pasi programin ne tuaj. kemi shumë toka. Problemi është që po mori Rama dhe 4 vjet do gjeni tokë më me koeficient apo koeficient Po, pastaj. edhe për këtë do t'ju sqaroj, sepse një ndër vendimet e para që do marri lëvizja Shqipëria bëhet, ose kryeministri Edrit Klapaj, nëse vjen pushtet, do jetë auditimi i të gjithë koncesioneve të dhëna nga viti 90 deri tani me një kompani ndërkombëtare, auditi të licencuar ndërkombëtarisht, e cila do të marrë të gjitha dosjet e koncesioneve, do t'i analizoj dhe për ato që kanë mangësi të pakta, do t'u japi kohën e mjaftueshme për t'i riparuar, për ato që kanë mangësi të theksuara do çohen para drejtësisë, në fillim do dënohen penalisht, pastaj do të kërkohet me regres në gjykatat ndërkombëtare dëmi i munguar që i ka ardhur shteti shqiptar. Pasi edhe sot ku jetojmë vitin 2024, mbas 34 viteve, kemi 0 vjellje taksash për një sër koncesionesh të dhëna në nivel kombëtar nga Republika e Shqipërisë. Nuk mundet sot ne të japim akoma naftë falas pa marrë asnjë lek mbrapsht. Nëse një kompani e huaj do të vi të ushtroj biznes të aktivitet në Republikën e Shqipërisë, do jetë 51% aksioner shtetit, 49% i huaj apo shtetasi shqiptar. 51% që shteti do ta marrë, do ta administrojë vetë, do ta nxjerrë vetë në bursë, do ta shesi vetë, pra kompania shtetërore do punojë pavarur. Nxorë 100 litra na vlla, 51 janë të mia, 49 janë tujat. Me 51 litrat e mia unë bëj ç'të dua. E shes vetë në bursë, e çoj vetë e trajtoj këtu në Shqipëri me impjantet e mia, apo ja shes një kompani tjetër. Pra, në hartimin e kësaj ne bazuar në ekspert, pra ka sepse lëvizja Shqipëria çdo gjë mund të bëhet në një fazë Shqipëria me marrëveshje me konventa, nuk mund të bësh çdo gjë çat. Ne kemi fatin që si lëvizja politike e lam të hapur, nuk e mbyllëm. Rritëm rreth vetes njerëzit më të arrirë në profesionet e tyre. Sepse do ekspert fushës, po edhe ligjor. Po, ja do të sqaroj. Ne sot në listat tona vetëm, nuk po flas për ekipin tërësisë, është një ekip shumë i madh. Kemi 27 veta nga diaspora, kemi 57 veta me mastera shkencor, kemi 8 veta me doktoraturë, fusha ndryshme. Ne në çdo departament kemi nga një doktor shkencash i cili mbulon që ka mbaruar jashtë në universitetet më prestigjioze botërore, të cilët kanë marrë në dorë këto studime, janë konsultuar me ekspert të fushës, pastaj kanë dalë në publikimin e këtij vendi. Pra, ajo që ne shtrojmë është 1, si ka lindur problematika, 2, cila është mënyra zgjidhjes, dhe 3, cila janë kostot për ta përballuar këtë, dhe a mundemi ne si shtet ta përballojmë. Me të madhe, ne jemi konsultuar, kemi arritur në përfundimin që shumë gjëra që janë bërë gabim mund të ndreqen, duke filluar nga arsimi, për shembull, për arsimin, sot shteti shqiptar harxhon 2.4% të GDP-s të tij, ne do ta çojmë që në 2 vjeçarin e parë në 5% edhe në mandatin e parë në 7%. Pse? Ne nëse nuk arrim të kemi një arsim super cilësor, nuk mundet të performojmë në asnjë fushë në vendin tonë. Pra, çdo gjë fillon me arsimin. Vendet të cilat kanë sjellë ndryshimin, në fillim kanë përmirësuar arsimin, pastaj kanë përmirësuar sistemet e tjera që rrethojnë jetën. Unë vi nga një vend ku kam pas fatin të studioj 10 vite në Turqi, dhe në historinë turke që kam studiuar atje, Atatürku për 2 vjet arriti të bënte 28 reforma, të cilat dolën shumë suksesshme. Dhe një ndër reformat më të rëndësishme ishte reforma në arsim. Pra, edhe ne, nëse duam të arrim pa dashur të fyes kënd shumë vështirë me arrit Atatürkun këto, po nëse. Unë mendoj që ky brez i ri, i cili ka lënë egot mbas shpine, unë kam qenë një oficer karriere, isha në fund karrierës time duke mbledh frutet, e kisha shumë të lehtë vazhdoja rrugën sepse isha marrur dhe akademinë e shtabit përgjithshëm, edhe për pak kandidat për general, por e lash ëndrrën që kisha iqë 14 vjeç, u bashkova ekipit adriatikut, si unë dhe shumë profesionist lirë, pasi unë jam i vetmi në atë ekip i cili kam punuar në administrat, 99% të tyre janë ekspert të fushave përkatëse, por në privat që ja kanë dalë vetë, të jenë zot, të arrin aty ku janë, të performojnë dhe të jenë zëri më i mirë i çdo profesioni të arrirë në vendin tonë apo jashtë vendit tonë. Ergyes, me që jemi këtu të programi një pikë e rëndësishme ose një pikë ndjeshme, sepse ju thatë që do ndreqim problemet e pronave, do ndreqim ato, por të gjithë në fund fare kalojnë nga një rrugë që quhet drejtësi. Ju keni matur një qëndrim faktikisht një qëndrim të deklaruar ndaj SPAK-ut, që është struktura më re në Shqipëri, por edhe struktura më paragjykuar në kuptimin e saj që ka 2 fronte, 2 kampe, ose më saktë ka një pozicionim të njerëzve që thonë që SPAK-u po bën mirë, pavarësisht se duhet bëjmë më mirë, por ka edhe pjesë nga ato që luftojnë, madje
me arrestimin e Velisë dhe zoti Rama, por si duket dikush i tërhoqi veshin edhe u kthye pak mbrapsh. Pra, ju në sistemin e drejtësisë jeni për ta përkrahur SPAK-un, për ta çuar më tej, keni një program më të qartë për këtë. Dhe një pyetje të dytë lidhur me këtë, do ja kujtoj edhe rrugës ndoshta. Drejtësia nuk është vetëm SPAK-u. SPAK-u merret me korrupsionin dhe krimin e organizuar, por në për prokurorin do të kamera fokuson do të qartë. Patjetër. Kamerat i kemi të mira. I lutem regjist fokusoj çfarë po tregon zotëria, se do ta përmend dhe me fjalë. Pra në prokurori, në gjykatën e rrethëve bën masakra dhe njerëzit ende ndyrve për 20 vitesh, edhe për një gjë shumë ordinare. Tani, se është kriju ideja SPAK-u, po SPAK-u nuk do merret me lagjen. Ka ardhur koha që ne aktualisht, jo vetëm ne si parti politike, por gjithë populli duhet ta ketë besimin 100% te SPAK-u. Se ata kanë treguar me punë, ata janë njerëz thjesht si puna jon, nuk kanë superstruktura, duhet dim dhe numrin e tyre se sa janë, pastaj bëjmë ato llogarit me laps me letër, sepse ky shtet ka dhe polici, ka dhe prokurori shkallës parë, ka dhe gjykatë shkallës parë, ka dhe gjykatë apeli. Pra, SPAK-u në këto 2 vite ka një super performancë që nuk ka ndodhur kurrë në këto 34 vite që një drejtues i Bashkisë Tiranë vente të futej pas hekurave, një drejtues i Bashkisë Durrës apo një ministër apo një drejtor i përgjithshëm, apo qoftë një zyrtar i prokurorisë apo gjykatës, ta kanë qenë njerëz që kanë pas imunitet të hekurt, siç ju që jeni të medias dhe ne qytetarët e thjeshtë e dim që ta kanë pas imunitet. Kush është parë me politikë në Republikën e Shqipërisë ka qenë si të ishte deputet, edhe pa pasur mandatin e deputetit. Pra, ne e vlerësojmë shumë punën e SPAK-ut, e përkrajmë pafundësisht, bilez jemi në ato struktura që mendojmë që numri i tyre do shtuar, qoftë dhe me oficer BKE apo me struktura të tjera, plus që ne themi që për te SPAK-ut ne klasifikojmë korrupsionin e zyrtarëve të lartë. Zyrtarët e lartë janë ata që i parashikon ligji për deklarimin e pasurisë të shtetit, ta quajmë si vepër e tradhtisë rënd kombëtare korrupsionin e tyre. Pra, nëse një zyrtar i lartë që paguhet me taksat tona, vjedh taksat tona, duhet të jetë vepër e tradhtisë së rënd kombëtare, të dënohet minimalisht 25 vite burg dhe të sekuestrohet çdo pasuri e vënë padrejtisht. Kjo është dhe për oficerët e policisë, drejtuesit e lartë policisë shtetit dhe drejtuesit e lartë forcat armatosura. Se në çdo vrasje që po na ndodh në vendin ton, shikojmë nga Ska ECC-ja që një pjesë atyre që kanë organizuar vrasjen janë drejtues të strukturave të policisë, të cilëve ne u besojmë jetën, ne presim nga ata rend dhe siguri, kurse ata nxjerrin prit djemt dhe vajzat apo vëllezërit apo motrat apo kushurit tanë në prit. Pra, është e pamoralshme që policia e shtetit, ajo që do të ishte mburoja e qytetarëve dhe ajo që luftonte kundër krimit të organizuar, duhet të ishte më e pastra. Sot është një polici shteti politike në korrupsion, e infiltruar në struktura kriminale. Pra, ne themi bashkëpunimi i zyrtarëve të lartë në policinë e shtetit dhe forcat armatosura me krimin organizuar të quhet tradhti e rënd kombëtare, të dënohet minimalisht 25 vite burg dhe të sekuestrohet çdo pasuri e vënë padrejtisht. Ne duhet fillojmë rreth parë ta ndërtojmë shtetin nga institucionet e sigurisë. Prandaj ne kemi një plan të mirëfillt se si do ta transformojmë policinë e shtetit dhe forcat armatosura. Duhet të flas tu duke qenë se vide, policia është tjetër gjë. Do të flas tu për jemi pjesë e programit ton. Ne në programin ton e transformojmë totalisht forcën armatosur nga një forcë armatosur që rri brenda reparteve në një forcë armatosur që çdo ditë angazhohet në detyra publike. Ata një që do blej Rama se jam kurioz. Do ta sekuestroni. Ne nuk do merremi me anije, shikoj, është më e bukur kjo që do bëjmë ne. Po s'do këtë bletër atëherë. Para punës ne do t'i japim status policor, është shumë e rëndësishme që ta theksoj këtë, do t'i japim status policor njësive speciale të forcës armatosur, batalionit special, batalioneve komando dhe rojës bregtetare. Pse? Nuk mundet ne të presim që ai plot fuqishëm, ai që quhet SPZ-ja i zonës, specialisti i policisë zbuluese, të vjet arrestoj më të fortin e Durrësit. Po nuk ndodh më, sepse ai ja din dhe shtëpinë, ja din ku e ka shkollën fëmia, ja din ku e ka gruan, ja din cilin kat e ka shtëpinë. Pra, atë e gjen edhe me të tjerë, do problemin që të krijon. Ne do krijojmë shtetin, se po funksionojë shteti ta gjen shtëpinë atë. Po ne do t'i japim tagërt reparteve speciale të forcat armatosura në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në gjithë vendin. Pra, një njësi siç janë për shembull ti marrim nga partnerët që kemi përballë, që kemi shumë afër, quhet GSK 9
e Gjermanisë apo GIS, Po pra, regjimentet nga modele që kanë speciale qenë i karabinerisë, pra modele që cilat janë shumë efikase, ku të vinë nga Austria, Po, ti si një po, fare, që të veprojnë, të marrin nga toka, nga deti, për nga ajri. emergjenca civile. Po, edhe për emergjenca civile. Gjithashtu ne kemi shumë programe për përmirësimin. Ne do kemi rast përsëritse, do thash janë edhe 40 ditë përpara. Po, kemi kohë që do të diskutojmë edhe me detaje. Do kalim një pyetje tjetër, thash ishte prezantimi i parë sot i juaj si kandidat. Do të kalim një pyetje tjetër e cila rikthehet përsëri në politik, jo se ma ka qefi mua, por ose e ka qefi qytetarëve, por nuk kemi çfarë bëjmë se jemi detyruar ta rikthejmë aty. Çuditërisht ju jeni parti opozitare, jeni parti e cila jeni vendosur në spektrin opozitare dhe keni ose si koalicion, sepse tashmë jeni dy, por vetë si parti jeni parti opozitare. Si është mundur që sulmoni edhe nga kryetari i opozitës, po sulmoni edhe nga kryeministri, i cili jo më larg se dje, zoti Lapi ka pas një reagim ndaj kryeministrit. Pra, Rama ka frikë se po e kongoroni, ka frikë Berisha se po i dilni opozit, nuk e kuptoj këtë gjë. Ja ta shpjegoj shumë thjesht. Ç'është e vërteta, ne po marrim det majtës det djathës. Pasi ne qytetarëve po nxjerrim pak kush është problemi. Problemi është sistemi që këto të dy parti kanë ndërtuar në vendin tonë. Është sistemi mospasjes garës, që kur vjen puna për ta mbyll garën, si e majta dhe e djatha bëhen bashkë, ngren dorën atje në parlament dhe tak mbyllet gara. Pra ne po themi që e keqja këtij vendi janë ata, të dy bashkë. Dhe ne synojmë që t'i çajmë si fillim dhe duke thënë shprehimisht që ne votat tona, nëse një ditë do kenë në dorë fatin e këtij vendi në 11 maj, që mos bëhet qeveria ashme, ne nuk i bashkojmë as me majorancën, as me opozitën, e çojmë vendin zgjedhje parakoshme një herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë. Pra ju nuk do bashkëpunoni as me Ramën për të bërë qeverinë, as me Berishën për të bërë opozitë ose kundërta. Ata kanë qenë bashkë për 34 vite, nuk kanë qenë shiko, ata kanë parë si biznes këtë gjë. Të dy palët, e merr njëra e man 8 vjet, ja jep tjetrës, ndrojnë pronarët nga ata te këta, pasurohen këta, 7 miliard euro. Po të shkosh, ja këtu ne kemi opinionet pa faktura. Ne kemi përballë këtu, po shkojmë aty përballë te porti, po ti shikojmë kush po i bën ato pallatet, na del një majt, një djath, një majt, një djath, një majt, një, nuk dalin nga partitë e vogla. Pra, janë bashk. Ata janë bashk për të dalë. Sepse edhe minutazhi janë po ecën shpejt dhe po vim në minutët e fundit. Tani unë do të qëndroj këtu. Berisha, Rama, Berisha, ju më këmbgulin atë që është një politikë e vjetër e profesur, sepse mund mos jetë Rama Berisha, mund ishte edhe dy tjerë, Partia Demokratike e Partia Socialiste themi. Sepse edhe shkalla rinovimit që po bëjnë si njëri si tjetri janë më shumë emra që futen në hotelin e tyre dhe sa herë që hyn, edhe kur futen emra të ri përsëri i disciplinojnë të dy atje me strukturat që kanë. Ideja është këtu. Ju po vini si parti të re dhe po krijoni një imazh tjetër, edhe tek qytetarët, por edhe me programin tuaj, duke qenë edhe që ju thatë jemi të shkolluar ndaj, kemi marrë dhe modele të tjera, kemi marrë dhe ekspertë nga ndaj për të ndërtuar ndryshe një gjë. Mi po ç'ndodh fatikisht edhe nga kontaktet që ju kam me njerëzit, është krijuar një lloj ngërçi, një lloj mosbesimi që edhe partitë e reja, pavarësisht nga mosha, sepse partitë e reja nuk i bëjnë mosha, i bëjnë idet. Mosha mund të jetë e re, po kanë Partinë Demokratike e Partisë Socialiste për moshë, vetëm njësitë gorile mund t'i përballojnë. Ideja është këtu. Ndërsa fliti për oligark, jo ju personalisht, që të kuptohemi, e kanë vënë për partitë e vogla, ndërsa flitet për luftuar korrupsionin e gjithë, jo më larg se dje dhe partia kemi pasur raste të kandidatëve të partive të vogla të përzierë me oligarkët. Tani çfarë do bëjmë? Do të luftojmë oligarkët me kandidatët tonë? Shiko. Kur thua oligark, unë personalisht... Oligark, unë nuk e them, nuk është fjalë keq oligark. Do të ndaj oligark, po. Do ndaj dy momente këtu. Një, unë jam që vendi jonë të ketë oligark. Po patjetër, po jo kështu. Jo oligark si këta, jam fal. Po ne tash është fjalë keq. Do ta sqarojmë. Jo oligark që marrin lekët e shtetit, marrin tendra, nuk i bëjnë fare dhe i marrin ato investojnë privatisht. Apo oligark që ndërton shteti një infrastrukturë të mirëfillt, i pagun lekët me taksat e qytetarëve dhe vetë pastaj e jep oligarkut që ta menaxhoj. Ky nuk është oligark. Kjo është bashkëpronar me shtetin. Pra, do të ndajnë. Unë jam që vendi jonë të ketë sa më shumë oligark, inshallah të ketë 1.000, 2.000, 5.000 që të na rritet miqënia dhe ne të tjerëve, se sa më shumë oligark këtë vendi aq më mirë, po jo oligark që vjedhin lekët e spitaleve, që me dializën që duhet t'ia bëjnë njerëzve, nuk ua bëjnë ashtu siç duhet, që me tendrat e sterilizimit apo tendrat e tjerë korruptiv që janë gjitha me memoria akuzas që cilat sot janë vërtetuara publikisht, që nuk mund të themi më që janë thjesht akuza, por janë fakte që po hetohen nga drejtësia, ta nuk janë oligark. Ne jemi totalisht kundër këtyre,
Këta e kanë vjedhur të vend, këta kanë qenë mashoneta e radhës, që ata kanë përdorur, që kanë qenë politikë si e majta dhe e djatha, pasi po t'i shikojmë këto hetimet, na dalin nga të gjitha palët që kanë qenë në qeveri këto 34 vite, që kanë pjesë në këto biznese korruptive, që e kanë vjel të vend në atë mënyrë që e kanë çuar sa sot zgjen dot më njerëz për marrë në punë, nuk gjejnë dot më intelektual, pasi po ikin, sot po na ikin ajo që është më e dhimbë, po na ikin intelektualët. Në 90-ën, kur Ram 91-shin, emigruan pjesa më e madhe që ishin punëtorët, ata që ishin administratë, nuk emigruan direkt, emigruan më mbrapa. Po sot ne po na ikën pjesa më e shkolluar. Pse? Po na ikën ajo pjesë që ekonomikisht nuk ka problem të jetojë këtu. Po ikën ajo pjesë e cila sot këtu në vendin tonë nuk gjen shëndetësinë, nuk gjen garën, nuk gjen arsimin cilësor, dhe nuk gjen sigurinë të rendi. Kjo pjesë po na ikën. Atëre, unë faktikisht të kisha lënë një tjetër për pyetje të fundit, ju e konsumuat, pyetja ime e fundit ishte ato të kemi një në rast të një rezultati të mundshëm, si fitore e Ramës, si fitore e opozitës, një bashkëpunim me Berishën dhe Ramën, si në pushtet dhe në opozitë, ju e thatë përgjigjen. Jo, unë soi dhe një dy opsione tjera. Po mirë, pyetja është do ta është hapur. Ne kam një pyetje të fundit pastaj. Po, se ndryshova vendin nga që e konsumuar. Po, s'ka problem. Ne nuk i bashkojmë votat as me Berishën, as me Ramën, jemi të ndarë në këtë fushë. Nëse Rama si merr mandatet dhe ja jep zoti Berisha, ne jemi të lumtur që do jemi opozita ashme, pasi do jemi një opozitë dinjitoze, do t'i përfaqësojmë qytetarët me dinjitet në atë parlament. Po si u japi Berisha juve mandat nëse keni nevojë? Ne nuk pranojmë. Nuk pranojmë sepse nuk si zoti Berisha, Berisha dhe zoti Rama e di shumë mirë që ne e keni blindu opozitën, vende dy të keni sigurt. Nuk pranuam të ishim pjesë e listave tyre, nuk pranuam edhe pse ata na dhanë mandate të sigurta, kjo nuk është për mandate, pasi po t'ishte për mandate, ne do vazhdonim jetën që kishim, në ekipin e lëvizjes Shqipëria bëhet, djemë dhe vajzat janë djemë të arrinë në profesione. Nuk janë djemë dhe vajza që vinë këtu për një karrierë apo për të marrë një post politik, pasi se cili prej tyre, po t'hyni personalisht të shikoni si vinë dhe jetën që ata kanë ndërtuar si në Europë, që janë 27 vjeta dhe në Amerikë, si në Shqipëri, nga mjek kirurg në Angli, nga inxhinier marrëm të Fiati, nga inxhinier marrëm të listën e Durrësit e kanë parë. Ne flasim sot për njerëz të cilët janë të mirë arsimuar, që kanë dalë vetë në jetë, njerëz të pa korruptuar, njerëz të pa përlyer me pushtet. Është shumë e rëndësishme dhe mos kesh konsumuar pushtet. Sepse edhe pse nuk janë hetuar një pjesë e këtyre që kanë qenë pushtet deri më sot, po tetohen, nuk do dalin më mirë se prorët e tyre. Që si kanë thënë, peshku qelbet nga koka, jo nga këmbët. Pra ka qenë zinxhir i tërë. Keq është pas kur fillon e qelbet në vjeshmëri si sistem. Hyn pastaj si sistem. Pastaj hyn në rrjedhën e lumit edhe duhet me disi për të hyrë. Pyetja ime e fundit, pasi jemi edhe thash në fundin e emisionit, me premtimin që do jeni përsëri mas ditëve në vazhdimsi të fushatës. Bilez, unë do doja që këtu në të tavolinë ta shifshim përtej partive tek e tek, kishim dhe opozitën, kishim dhe pozitën, ku të bëjë një debat i mirëfill. Zoti Gys, unë jam i hapur, por unë nuk jap leje për ta njerëz në emision, edhe nuk justifikoj mungesa. Unë kam marrë kontaktet, unë personalisht televizori nuk funksionon me parime private, funksionon me rregulla, ne monitorohemi nga ama. Ndjemi vlerësuar që ma dhatë të kohë televizive, duke qenë se jam dhe kandidat. Ta marrëm edhe pyetjen e fundit, se kjo është çik më interes për qytetarët. Pyetja e fundit ka të bëjë me atë që ju keni nisur një fushat, jeni duke bërë ato sondazhet tuaja, keni përshëmëritë tuaja në ato zgjedhje. Hyni për një rezultat i cili është objektiv që ju keni vënë, pavarësisht do realizohet ose do realizohet. Pyetja është konkrete, kush janë përshëmëritë juaja në shkallë vendi dhe në shkallë qarku? Pra, çfarë synon me patjetër si gjitha me 13 maj çfarë do të thoni, se me 12 nuk dalin rezultatet mirë. Unë do vi këtu përsëri dhe mbas 13 majit. Patjetër. Unë e vlerësoj shumë ftesën tuaj. Ne rezultati jon më i mirë është ai që ne kemi. Objektivi jon i vetëm është të xherrojmë 120 milionë euro që këta hedhin për fushat, ta çojmë vendin tonë zgjedhje parakoshme, që këto lekë që ato hodhën këtë radhë mos jetin dot më radhës tjetër. Pse? Nëse ne do ishim paterica e radhës për Ramën apo për Berishën, ne nuk do kishim zgjedhë gjë. Do ishte më e thjeshtë dhe më, si thon, më fair që i thon, që ne të kalonim direkt listat e tyre, por ne jemi djemë dhe vajza që parimet i kemi parime, nuk i shkelim me këmbë, nuk i kemi në shqitje, po është një shprehje shumë e thjeshtë, we are not in sale, sepse dëshira më e madhe e zotit Rama apo e këtyre të opozitë do ishte që njëri nga ne të ishte në shqitje.
që ta tradhonte rrugës. Ne nuk jemi shitje, ne dëshirojmë që mandatet tona të jenë aq të mjaftueshme sa qeveria radhës mos formohet dhe t'i tregojmë këtij populli që ne ato që themi bëjmë vepra dhe vendi shkon zgjedhjet parakoshme ose në qeveri teknike, po jo qeveri teknike duke vendosur zoti Rama dhe Berisha, por një qeveri teknike që e vendosin të gjitha partitë bashkë, pasi sot jemi dhe ta marrim kështu sigurim Liga e futbollit shqiptar me 2 arbitra. Njërin e ka Tirana, tjetrin Teuta, gjithë skuadrat e tjera arbitrohen nga këta 2. Teuta pse na përmend në vend fundit. Po. Atëherë le të jetë ky një mesazh për qytetarët, le të jetë ky një mesazh për koalicionin tuaj për zgjedhjet e 11 majit, ndërkohë që do kemi raste përsëri sa të takohemi në vazhdimsinë e fushatës tuaj. Unë falenderoj që ishit i pranishëm me mësonte. Natën e mirë dhe takohemi në mërkurë.